Ne përmendëm pak më parë që nesër është dita e Europës. Pra 9 maj njihet në gjithë Europën ose në gjithë globin si dita e Europës dhe do të diskutojmë edhe me të ftuarin tim që e kam këtu në studio, përfaqësuesi nga Europe House, Valon Saliu, të cilit i them mirëmëngjes Valon dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes Dritro, merci. Sot jemi kështu përballë njëri tjetrit, na mungon Valbona. Isha të përcjell atë pjesën para se të vion. Dhe luma jo ku është atje. E pas se sa të mungon të kisha ditë se nevojitet do kisha më herë, sigurisht. Valon, sot po diskutova, gjatë gjithë kohës kam diskutuar me shikuesit tanë, të cilët na kanë sjellur edhe mesazhe të shumta që janë shumë shqetësuese. Më thuaj ti si prind i ri, si djalë i ri. Tradita përballë modernizimit. Jetojmë në këtë epokë, fatmirësisht apo fatkeqësisht. Si e percepton ti? Nuk e di nëse tradita është fjala e duhur. Tradicionale, po. Shifë Dritro, edhe pak më herët atëka, ajo që ka qenë tradit para 50 vite, ka qenë tradit para 100 ka qenë moderne për ata që kanë jetuar para 100 vite. Kështu që njeriu evoluon, njeriu ndryshon, tiparet e njerëzve ndryshojnë, sjelljet e njerëzve ndryshojnë, mirë po vrulli ndryshimit këtë periudhën e fundit me modernizimin e internetit, digitalizimin, inteligjenca artificiale, disi kanë filluar këto ndryshimet na kapin në një tempo më të shpejt. Edhe fakti që po jetojmë tash në një globalizim ku tradita më jo vetëm tani, po gjithandej po bëhet në një vi, kemi filluar të ngjasim se më herët kur nuk e pas internet, nuk e pas qasje, ka qenë mjaft më rënd të shohësh dhe të adaptohesh, ndodhen në anën tjetër të globit, sigurisht. Në ditë të sodit, për shembull e ke Dritro theme TikTokun, ku më herët nuk ta ka marr mendja se mund të jetë ndonjë njeri i cili jeton në shtetet arabe dhe mund të jetë as çesherak. Ndryshe ke perceptuar gjëra. Tash kemi akses në gjithçka dhe po shikojmë dhe kemi shumë të afërt. Ajo që më pëlqen mua me globalizimin është se vlerat e mira mund t'i vjedhim nga gjithkush. Edhe ajo që pak të ne mundohemi me Europe House bëjmë është t'i shpërndajmë këto vlerat evropiane. Nuk e di sa preka në tradit, mirë po vlera si vlerë mendoj se nuk është keq nëse miret. Tash globalizimi, teknologjia kjo e re ka dhe të këqijat e veta, mirë po duhet ketë një balans. Edhe aspekti i traditës mendoj se më së miri shpërndahet nëpërmjet kulturës, artit e kështu me radhë. Kështu që ka sfera. Një gjë që më dhem shumë mua, për shembull, është sofra. Dikur uleshim në sofrë të gjithë dhe komunikonin me sy, sepse ishin të pakta gjërat. Sot i kemi të shumta, por nuk ka më komunikim. Sot i kemi, edhe nuk ngopemi, sigurisht. Sepse po shikojmë trendet të huaja, të cilët po dalin, po mundohemi që t'i sjellim nëpër shtëpitë tona. Kjo është bë bota, të gjithë e dimë që është bë një fshat global. Të gjithë, që mundohemi çdo gjë të marrim nga njëri tjetri. Por po më duket sikur po shkëputemi nga ajo tradicionale, nga ajo burimorja, nga ajo që kishte me të vërtetë shpirt dhe emocion shumë. Shif, realisht edhe modernja, nëse ka ndonjë princip, të ushtron t'i qasesh edhe sofrës në tjetrën mënyrë. Fatkeqësisht neve e kemi humbur disa principe, nuk e di sa është tradicionale, më shumë është te principe. Edhe fatkeqësisht mendoj se na janë përzi pak gjërat. Kur themi moderne teknologjia, mendoj se pak na janë të llovit, është të llovit oborrit të themi. Sepse ne u them shpesh në shtëpi, disconnect to connect. Që të shihemi në sy duhet. Dritro, brenda ditës marrim shumë informata. Në ditë sodit kur jemi në telefon edhe bëjmë scroll, ti brenda 1 minuti marrësh mbi 30 informata, se realisht nga 20-30 sekonda e ke njeriu. Nëse e krahason me kohën para internetit, ti ke marrë 1 ose 2 informata në ditë. Një gazetë, një televizion, edhe ndryshe ke perceptuar informatën. Ditë sodit tash e merr informatën pas 20 sekondave harron se vjen informacioni tjetër, po. Edhe në atë aspekt pak na trajtim dhe këndvështrim interesant, Valon. Interesant, më pëlqen. Se si i percepton gjëra. Shumë mirë. Si vjet motoja e Europe House është Europa jon. Çfarë mesazhi dëshironi që të përcjellni si Europe House përmes kësaj teme, domethënë Europa jon. Duke e ditur që ne në këtë nënqëllin ton, Republika e Maqedonisë së Veriut, kemi ambicie të shumta për të bërë pjesë e Europës, por fatmirësisht apo fatkeqësisht janë politika të cilat
që nuk do fokusohemi, por sigurisht që ju mundoheni që të vëdisoni qytetarët që Europa është e jona. Shif, dritra pak ndonjëherë i këto çështjet e termeve pak ndonjëherë i huqim, se kur themi Evropë, mashnia e veriut është në Evropë. Nëse flasim për Unionin Evropian, atëherë është tjetër temë. Mirë po, ideja e mesazhit është se ne deshëm ose s'deshëm jemi Evropë. Varësisht e kemi ndonjë pasaport më ndryshe ose e kemi këtë pasaport, ajo që duam ta shpërndajmë se Evropa si e tillë ka disa vlera të veta, dhe nëpërmjet eventeve, nëpërmjet ahengjeve kulturore, nëpërmjet debateve, gjithçka që bëjmë, mundohemi ta përçojmë një mesazh se i kemi edhe ne vlerat e tona, të cilat si përputhen me gjithë Evropën. Nuk jemi shumë të ndryshëm. Ndoshta i kemi disa barriera të cilat duhet kalojmë për të bërë pjesë e Unionit Evropian, mirë po që jemi Evropë. Ne jemi gjeografikisht jemi në Europë. Edhe ajo që duam ta përçojmë këtë vit, kemi shumë evente në shumë qytete. Po, sepse e kisha edhe si pyetje, sepse si vjet keni vendosur që të shpërndaheni në për shumë qytete të Maqedonisë. Domethënë jo fokusi të qëndron, edhe pse ndër vite tjera keni qenë në disa qytete, por si vjet keni vendosur që të shpërndaheni në Manastir, në Strug, në Ohër, Tetov. Është një traditë që kemi filluar disa vite më herët, vetë fakti që i kemi 7 Europe Houses në gjithë shtetin na jep mundësinë që të organizojmë më shumë evente në më shumë qytete, mirë po rrisin këtë vit është se organizojmë evente edhe jashtë qyteteve ku kemi Europe House. Për shembull, kemi disa aktivitete në Koçan. Do kemi aktivitete në Shtip, do kemi aktivitete në Xhevxheli, vende të cilat nuk janë mbajtur evente asnjëherë atje. Po, janë mbajtur evente, mirë po nuk kemi Europe House si qendër, domethënë nuk e keni atë. Kështu që jemi duke organizuar evente edhe jashtë vendit me një qëllim të vetëm, është nën motoja e këtij vitit është shijoj Evropën në vendin tonë. Duke marrë parasysh aktivitetet të shumta që kemi pas me të rinë nëpër qytete, nëpër periferitë të shtetit, mungesa e aktiviteteve në qytetet e vogla është tejmase e nevojshme të ketë aktivitete të ndryshme, edhe jo rastësisht mos që po bëjmë aktivitete në gjithë vendin, dhe jo vetëm për shënimin e ditës së Evropës, mirë po gjatë tërë vitit. Duhet ju japim të rinjve, fokusi jonë janë të rinjtë, dhe duhet ju japim të rinjve ndonjë koncept, ndonjë gjë, se po zbrazën qytetet dritra fatkeqësisht. Fakti që çdo kush po kërkon diçka, sidomos të rinjt, po kërkojnë një hapësirë, po kërkojnë një aheng, po kërkojnë një kinema, po kërkojnë një sallë sportit, edhe fatkeqësisht qytetet e vogla shumë më shumë po zbrazën. Është shqetësuese kjo kur dëgjojmë edhe kur i dim këta informacione, sepse qytetet e vogla po duket sikur trupi po i zhduken gjymtyrët. Edhe kur them po zbrazet, shiftja nuk është vetëm jashtë, shiftja është edhe në kryeqytet. Për shembull, shumica e eventeve që ndodhin janë në Shkup, edhe kemi pas shumë raste ku një i ri, rastin e parë që ka pas të vjen në Shkup ose të studion ose mbetet në Shkup. Pse? Sepse për të kthyer te shteti vet nuk ka ndonjë sens që i ofrohet. Edhe jo rastësisht bëjmë çmos që të organizojmë, të japim koncept në shumë qytete të ndryshme, kështu që besoj se jemi një farë xixëllonje. Po është një shkëndij interesante për të gjithë ata, të cilët po, edhe sepse duhet të vëdisohen njerëzit njëherë për gjithmonë, por mbi të gjitha ata ekzistojnë mbi parimin qyteti i madh, mundësitë më të mëdha, qyteti i vogël, mundësitë më të vogla, duke i ditur edhe rrethana të sotme, të cilat janë shumë të vështira për punësim, sepse pa librez partie është shumë e vështirë, faktikisht, pa marrë parasysh sa i kualifikuar është shumë e vështirë. Sepse ka filluar një luftë e çuditshme në këtë nënqëllin tonë, por gjithsesi është një temë tjetër të cilin do doja ta diskutojmë ndonjëherë tjetër. Ngjarja kryesore, qendrore, do të jetë në 9 maj këtu në qendrën e Shkupit, Çfarë veçon këtë vit më ndryshe se vitet tjera? Për dallim të themi për vitit kaluar, vitin e kaluar kishim rastin me Koçanin. Edhe gjitha aspektet të festimit i lam anës dhe vendosëm të bëjmë një garë humanitare, në bazë të cilës mbledhëm fonde edhe u dërguam për çështjen për familjarët, e kështu me radhë. Këtë vit shënimi i ditës Evropës ndoshta ngjason pak me një shënim që kemi bërë para 3 vitesh në parkun e Gazibabas, ishte një piknik i hapur, në hapësirë kishim ahingje të ndryshme. Mirë po, koncepti i këtij vitit është pak më ndryshe. Parku si park, ndoshta si infrastrukturë është i njëjtë,
mirë po të marr parasysh se është parku i qytetit, është edhe se dita e Evropës i bie ditën e shtunë, është një vend mjafti i frekuentuar ditëve të shtunën. Nëse asaj të shtunë i japim edhe një koncept, besoj që do jetë një ditë mjaft e fryshme, interesante, sidomos nëse na mban koha, besoj që do të ketë ditë. Po, më duket që do të mban koha, të paktën urën të ketë shi. Është interesant se shumica e ahengjeve që bëhen në parkun e qytetit zakonisht bëhen në një pjesë të parkut. Për shembull, shkollka zakonisht bëhen aty koncerte. Te Guaska, te që është pjesa, po. Aty do kemi edhe ne koncertin, mirë po është interesant se do kemi aktivitete në tërë parkun. Duke filluar nga pjesa Wembley ku bëhen koncertet, to pjesa tjera, kemi zona të ndryshme këtë vit. E kemi darë eventin e kemi darë në disa zona, duke filluar nga zona e ahengjeve me ambasadat e vendeve anëtare të BE-s, ku do të ketë lojra të ndryshme. Ambasada e Greqisë ka lojë, ambasada e Suedisë. Janë lojra tradicionale të lojra tradicionale të vendeve, po që do të luajnë me njerëzit që do jenë aty. Pastaj do kemi zonën e lulishteve. Holandeze do të jenë aty? Jo, kemi Cvet, ku është një organizatë, një iniciativë këtuit. Është një projekt Malski Buvljak, është një treg ku shiten retro tradicionale, gjëra të vjetra. Gjëra tradicionale është mjaft interesant. Këtë organizojmë shpesh edhe zakonisht ka shumë interes. Duke filluar nga aparate, telefonat e vjetër, revista e kështu me radhë, tesha, second hand e kështu me radhë, dhe është një kënd që besoj që do t'jape interes të mjaft të veçantë. Do kemi zonën edhe të bizneseve të gjelbërta, ku iniciativa Yes for Less do t'i promovon shumë biznese të cilat miren me ekonominë e gjelbër. Do kemi zonën e koncertit, do kemi zonë për slow food, do kemi zonë për food corner, do kemi një corner për fëmijë e kështu me radhë, dhe tërë parku do t'i dikur po promovonim fast foodin. Dërse sot po i rikthejmë kësaj slow foodit. Sepse e besuam që vërtet është qetësuese për organizmin e njerit. Po, patjetër, po prap do të them, është çështja e globalizimit, janë gjëra që nuk mund t'u ikish, po edhe në fast food mund të gjesh fast food të shëndetshëm. Fast food në slow. I përgatitur slow food. Valon, unë do doja të pyesja. A mendon se të rinjtë në vend sot e ndjejnë Evropën më afër se dikur që e ndjenim shumë të largët? Në aspekt të qasjes dritro, po. Parës e përmenda çështjen e internetit, çështjen e globalizmit e kështu me radhë, kështu që deshe ose s'deshe. Por sot, sikur fokusi i të rinjve tanë, dëshirojnë që të mbarojnë, të diplomojnë, edhe shpejt e shpejt janë mbathin për Europë. Për Europë, po. Shive, është qetësuese kjo. Është qetësuese, mirë po, shife, ne edhe i promovojmë, neve kemi edhe aktivitete edhe gjatë muajit e Evropës, kemi edhe panairin e mundësive, ku zakonisht tregohen mundësit për të studiuar jashtë. Mirë po, nëse ty t'jepet mundësia të studiosh jashtë, mirë po pas asaj të kthesh edhe ato aftësi që i ke mësuar jashtë, rrjedhimin e kështu me radhë, e kthen këtu, atëherë është mjaft e fryshme. Nuk shoh asgjë të keqe, sidomos të marr parasysh se sistemi i edukimit e kështu me radhë janë në nivel pak më të lartë, nuk shoh asgjë të keqe nëse ndonjë i ri jon i cili ka kapacitet që të shtyhet me themi mendjet e më të mprehra në një treg më të madh siç është Evropa, atë nuk shoh asgjë të. Neve kemi shumë raste me të cilat mund të mburremi me të rinj që dalin jashtë edhe e prezantojnë edhe shtetin edhe kombin e kështu me radhë, mirë po kanë suksese në arenën ndërkombëtare, në arenën europiane. Edhe mendoj që në ditë sotit e kemi shumë ma lehtë edhe të shprehim këto kualitete, po edhe të kemi qasjet të organizimet ndryshme, të institucionet ndryshme, edhe nuk e shoh si gjë të keqe, sidomos faktin që jemi shumë më të hapur se përpara, kemi pas talent të ndryshëm, dritëro që nuk kanë mund, kanë qasje, prekje, duke filluar nga sporti, kemi pas shumë sport, unë kam në familje, shumë familjarë të cilat e kanë luajt futbollin shumë mirë, po nuk kanë pas qasje, as të skautët, as nuk kanë mund të postojnë video të vetat se talentin e kështu me radhë, edhe ka qenë mjaft më e rëndë për të deportuar. Tash në ditë sotit mundësit janë të shumta, vetëm varet nga vetbesimi. Edhe ajo që e shoh në shumicën e eventeve që i kemi dritra, ka mjaft talent këtu, ka mjaft të ri që kanë kapacitet të i mase, mirë po të cilve ju duhet një hapësirë. Ndoshta Europe House është një nga hapësirat, mirë po besoj që
me çështjen e globalizimit, me çështjen e internetit, me çështjen e qasjeve. Kemi mundësi që të promovojmë edhe të sigurisht të avancojmë. Dallimi i kohës së dikushme dhe sot është qasja shumë e lehtë. Sigurisht. Valon, për ty personalisht, çfarë simbolizon Dita e Evropës? Ideja e Ditës së Evropës është të simbolizon bashkimin, të simbolizon paqen edhe të simbolizon bashkëpunimin në krahasim me mbylljen, mos bashkëpunimin e kështu me radhë. Gjithë ideja dhe koncepti i Evropës si e tillë, e Ditës së Evropës e kështu me radhë është që të promovojmë një bashkim edhe një bashkëpunim mes vete që më përpara nuk ka qenë. Më përpara e dim se ka pas shumë luftra, kemi qenë shumë më të mbyllur, ndoshta kemi qenë më tradicionale, kemi dashur veç tonën. Mirë është ta duash të ndajmë pa e urryer tjetrën. Sigurisht. Edhe qasja ideja e Evropës son është që të hapemi pak, të bashkëpunojmë pak më shumë, ta njoftojmë njëri tjetrin, ti marrim ato vlerat e mira, ti japim vlerat tona të mira dhe kështu të bëjmë një shoqëri e cila të jemi shembull për të tjerët. Uroj që të ndodhë. Po ti je marrë, domethënë gjatë gjithë kohës edhe me organizimin, cili mendon ti personalisht se mund të jetë ai eventi më emotiv ose më interesant që njerëzit duhet ta gjejnë vetveten ose mund të bëhemi bashkë, mund të jetë një leksion i mirë. Varet. Se keni shumë evente. Po, ka shumë evente. Pra të them, secila zonë e ka target grupën e vet. Për shembull, te zona e lulishteve, ndoshta unë nuk e shoh veten si target, mirë po për një pjesë të madhe të qytetarëve, që mund ta gjejmë vende. Gra të moshave pak më të vjetra është interesant. Pastaj kemi kënde tjera. Tek slow foodi do vi unë. Po, te slow foodi. Me që bëjmë fjalë për ushqim do vi. Mirë po kemi edhe evente shumë të mira edhe jashtë Shkupit. Dua ta cek eventin të cilin e kemi në Strugë dhe në Ohër, në bashkëpunim me Republikën e Shqipërisë. Kemi një ngasje të cikletave rreth liçenit të Ohrit. Do kalojmë nga programi. Është një aktivitet shumë i mirë, dhe shumë i vështirë. Është në interes të atyre që mirën me ciklizëm. Mirë po si event është mjaft atraktiv. Nga ana tjetër me 19 maj kemi eventin në Tetov, është panajeri i librit ku do të promovohen autorë të ndryshëm maqedon shqiptarë kështu me radhë, edhe do jetë një aheng në veti për njerëzit të cilët i duan librat e kështu me radhë. Në Koçani kemi kino në qiell të hapun, do të kemi vizatim të një muralit, shumë aktivitete, shumë interesante. Aktivitete të ndryshme dhe është e mirë se janë as shumë të lloj-llojshme që mund të prekin secilin. Kështu që i keni shpërndar tamam nëpër qytetet, të cilat e ofrojnë edhe kushtet të natyrës, të cilat njerëzit do e shijojnë. Unë besoj dhe shpresoj që njerëzit do të kënaqen, por me që jemi edhe nga fundi, Valon, unë do doja që çfarë mesazhi do t'u dërgoni qytetarëve tanë, të cilët kemi edhe nga ata skeptikët, të cilët hezitojnë që të marrin pjesë në këto evente. A duhet një herë të paktën le të thotë, po ai të shikoj se vërtet çfarë ndodh. Patjetër, unë zakonisht bëj thirrje në gjithçka që bëjmë, jo vetëm në ditën e Evropës. Me 9 maj do e kemi ma lehtë dritra, është shtunën thash, parku zakonisht për plot. Por në vazhdimsi do të jetë pak më vështirë. Po, e mira e eventeve që organizon Europaus është se sidomos për të rit, është një vend ku mund të gjesh një rrjetësim që nuk e ke gjithmonë. Mund të njoftosh një njeri, mund të njoftosh një profesor, mund të jesh pjesë në ndonjë debati e cila do t'i hap mundësitë ose çastjen për ndonjë ide që e ke. Europaus si till mund të t'jap një vend për një iniciativë tënde që e ke, kështu që zakonisht bëj thirrje që të mundohen të vinë, sepse nuk mund të dihet zakonisht në karrierë ose në jetë duhet një moment dritror që mund të t'i hape dyert. Gjithmonë një shkëndijë e vogël është ajo cila edhe Dita e Evropës edhe aktivitetet që i kemi gjatë muajit të Evropës, ndoshta dikujt mund t'i japi një frymëzim të ri, ndoshta dikujt me ciklizëm mund t'i japi një frymëzim komplet tjetër nga ajo që e bën në përditshmëri, ndoshta dikujt që mirret me nxjerrim njerëz nga rutina, nga komfort zona që dalin që mirret me literaturë dhe libra, ndoshta mund ta njofton dikën në Tetove kështu me radhë. Kështu që mos hezitoni zakonisht nëse keni kohë, se zakonisht kohën e fundit gjithë jemi të preokupuar edhe me punën. Arsyetojmë se s'kemi kohë, se kemi 300.000 punë, kur e dim vetëm një punë mund ta kemi edhe kaq. Mirë po ahengu zakonisht ta jep atë mundësinë edhe mira se harrova të cek edhe bendet që i kemi ditën e shtunë në park, kemi bendet të ndryshme duke filluar nga reggae, në rock, kemi DJ kështu me radhë, edhe favorita imja këtë vit është një vajzë nga Kosova, nga Prishtina. E ka bendin e vet i cili quhet Zuada. Zuada. Po. Edhe Menzis pres ta shoh dhe ta ndëgjoj për herë të parë live.
pas ka evente të shumta, lum ata qytetarë të cilët do t'i ndjekin këto evente. Unë Valon të falenderoj shumë për prezencën tuaj, ju dëshiroj punë të mbarë, darqit faqe barë sigurisht, dhe sigurisht që evente do të vazhdojnë edhe në muajin qershor, edhe shtatori, tetori, do më thënë nuk dalin e asnjëherë. Patjetër. Njerë faleminderit për ftesën, faleminderit për mbështetjen që na jepni si medium edhe çdo rreth kënaqësi të jemi. Shumë faleminderit Valon.